formohet qeveria e re sipas jush? Sigurisht jenë të parapo me afatet kohore edhe ligjet që sigurisht presidentja do të fton në spori lëvizjen vendose për të nominuar kandidatin për kryeministër, në qoftë se ai siguron numrin e mjaftueshëm për të formuar qeverinë e Kosovës, puna marr, por ne mendojmë se ai nuk i ka numrat të mjaftueshëm për të bërë një qeveri vetëm nëse e bën me listën serbe, sepse numrat janë jo të mjaftueshëm për të bërë një qeveri, kështu që afatet kohore janë të kufizuar sipas kushtetutës, thirret partia e dytë dhe nominohet kandidati i dytë, sigurisht që nëse kandidati i dytë mund të siguron numrin e mjaftueshëm të votat, bëhet një qeveri, nëse është kohë zgjedhjet e jashtëzakonshme, unë mendoj që për Kosovën është shumë më mirë të bëhet një qeveri prej opozitës ose të shkohet në zgjedhje të reja, por për Kosovën nuk do të jetë mirë me vazhdu një qeveri i kurti 3. Për çfarë arsye zotri Ibrahim ai nuk do të ishte mirë? Pse thoni këtë? Sepse prej vitit 99 deri sot, në cilin do qeveri prej qeverisë së Bajram Rexhepit, është i vetmi kryeministër në 2 mandatet që asnjëherë nuk ka hyrë në asnjërin prej niveleve në Amerikë, si në shtëpinë e bardhë, Kongres, Senat. Kështu që jemi në embargo prej Bashkimit Evropian, jemi në embargo prej Amerikës dhe e keni pa edhe deklaratat para zgjedhjeve se Shtetet e Bashkuara nuk janë me këtë njeri, me këtë kryeministër dhe sigur e keni pa edhe çka ndodhi me Zelenskin, kështu që Kosova duhet të mendojë edhe për Amerikën dhe çështjen e menaxhimit të raporteve të kësaj qeverie, të qeverisë në fakt, të vetëvendosjes gjatë 4 viteve me Amerikën, megjithatë ka pasur një vendosmëri të nisme socialdemokrate aleatit tuaj në zgjedhjet e nënshkurtit për t'ju bashkuar vetëvendosjes. Në anën tjetër, lideri i AK-s, zotri Ramush Haradinaj, tha se preferon qeverinë me opozitën. Si shihni gjithë këtë dallim në mes të 2 liderëve të 2 subjekteve që garuat bashkë me nënshkurt? Deklarata edhe imja edhe jotja